Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Bëni subscribe. Miqtë mi, prej sot, në Tetov ka një shprehje të re popullore. Zengin Lëku dhe Frer Lëku maten me Safe City. E dini pse them këtë? Sepse, unë ku banoj, në shtëpinë time private këtu, në lagjen, për që në bafsha pas gjimnazit, dhe gjithë që kemi qenë në hall dhe në zort me parkimin e veturave të nxënësve të shkollave të mesme, të cilët janë në afërsinë tonë. Dhe, prindrit e tyre mbanin përgjegjësi për çdo gjë për ato vetura. Të shohim nesër është e hënë, por nga ajo që tha ministri, se a do jenë ata fëmijët e tyre që do tregojnë se janë fëmijët e zenginave dhe frajerat, do shohim tash se me dënimet. Sepse atë që e tregoj sot në mbrëmje ministri, lidhur me atë se si nga 120.000 shkelive që ka pasur për periudhën testuese, tash ka ra sot në 500 dënime. Pra është numër e paparame. Nuk më besoni, ja dëgjoni. Първи, втори, 2026 година, няколко 20 часов, драстично намалување на бројката на сообраќајни прекршоци споредено со пред 2 месеци кога започнавме со тези периоди. Отприлike имаме некаде околу 500 сообраќајни прекршоци кои што се констатирани од страна на паметните камери и навистина сакам да укажеме огромна благодарност до македонските граѓани и совесните учесници во рамките на сообраќајната заради тоа што вие сте тие кои што овозможивте драстично да се намали бројката за период од околу 2 месеци од 120.000 на 500.000. Po pra dëgjuat, është një shprehje tjetër e urtë popullore, friga e ruan vneshtën. Po e vërtet. Por, qisto popullorçe të tovarçe, janë zeje poshtene këto politikanët, edhe të vlenit, edhe të VMRDP-s me këtë liq. Duke menduar se këtu do e mbushin buxhetin. Por mbi të gjitha, njeriu kur e prek në xhep, vallai e ke prekur më thellë se sa në zemër. Deklarata që tha Toshkovski, tash do bëhemi mençur, se sot ka pasur vetëm 500 dënime, se sa 120.000 në periudhën testuese, e nxjerr sipas me ligjin më shumë represiv se sa edukativ. Ja pse? Gjuhën që përdori ai sot në konferencë për shtyp tregon frikë, jo edukim. Kur ministri thot se nga 120.000 shkel në periudhën testuese ka ra në 500 ditët e parë të zbatimit, mesazhi real është populli friksohet se do ndëshkohet. Jo populli u bind pse rregullat janë të drejta dhe falendron popullin. Kjo është logjikë represive, sjellje e imponuar nga frika e dënimit. Sepse ministri ligji edukativ nuk matet me shifra ndëshkimi. Ligji edukativ matet me fushata publike, transparencë, paralajmërime, koadaptimi, barazinë e zbatimit. Ndërsa, këtu suksesi matet me numrin e gjobave të shpangura brenda një dite, çka është tipike për një mekanizëm kontrolli, jo edukimi. Pra, Safe City u përdor si instrument disiplinimi nga ajo që pritej. Mesazhi politik i deklaratës është i qartë. Kamerat shohin gjithçka, shteti ndeshkon menjëherë, qytetari bindet. Kjo është disiplinë përmes mbikëqyrjes, jo edukim qytetar. Nëse sistemi është edukativ atëherë, pse në periudhën testuese kishte 120.000 shkelje? Pse nuk u edukuan qytetarët atëherë? Pra, edukimi nuk ndodhi friga nga gjoba. Dhe si përfundim, ligji mund të ketë legjitim qëllim, sigurinë në komunikacion, por nga deklarata e Toshkovskit derisa efekti është represiv, zbatimi është ndëshkues, suksesi bazohet në frikë jo në vetdije. Në shtetet demokratike, ligji fillon me edukim dhe përfundon me sankcion. Kështu anashkalua edukimi dhe u filluat direkt me kamerën dhe gjobën. Nuk thënë kot. Pazari i shtëpisë me pazarin e qytetit nuk del. Pra, dështoi kësaj radhe shteti, sepse u bazua vetëm në 3 qytete ku shumica janë shqiptarë. Zjedhi Selepon në këtë temë Safe City sot ka reaguar në mbrëmje. Sot filloi zhvatja selektive kamufluar me emrin Safe City. Qytetarët e kanë kujdes, gjykata kushtetuese ta shqyrtoi sa më shpejt iniciativën tonë. Okej. Të shohim pra se si do reagoj gjykata. Dhe pse të mos dalim edhe në partitë politike, në Tetov, edhe për shpëritjet, edhe me zë, edhe pa zë, se mendu Thaçi dhe PD-shtja e tij mund të jenë të vetmet të cilët mund të dalin zot shqiptarëve. E kanë treguar disa herë edhe pse ka pasur shumë vërejtje për shumë gjëra dhe mendoj vetë ka
është sqaruar dhe deklaruar se mba një pjesë të fajit për disa personalitete. Dhe sot, Mendu Thaçi ishte edhe në Aviano, ku i bie kjo, ju pyetni që si janë nga Tetova, në Bogovin. Bile kësaj radhe, nga ajo që kom parë herave të tjera, ishte më shumë se sa herave të para. Dal nga dal, po kthehet në Rënj. Në Rënj u kthehet dhe Malësia e Sharit, sepse dega nën dega në vërtet e Shivkovicës flet shumë çka. Është jashtëzakonisht e madhe e PDSH-s në krahasim me disa të tjera kur flasim për riorganizime. Dhe ja se çfarë deklaroi sot kryetari i PDSH-s Mendu Thaçi lidhur me një temë të cilën kohëve të fundit po i bie. Një njeri që para një muaj e gjys e humbi Kërçovën, Jamurën, Maqedonët, del dhe sot flet kurse s'ka ndodhur asgjë. Kurse asgjë s'ka ndodhur. Çka do të bësh para 30 vjetëve, 20 viteve, do ta korresh. Unë ju shalut juve që jemi një gjenerat ma në morsën e. A dhe kur të shihni do një të ri, vetëm një detyrë keni për me. Uleni edhe mundoni të shpjegon se Ali Ahmeti, kur dilke me PDSH në zgjedhje, në Zajas dishin të votën 97%, 98% shqiptarëve dhe mund ke PDSH 3.000-3. Ai sot në Zajas i kanë dalë të votën 34%. A dinim se lënë ullëba të i vjedhë votat, më është në pyetje vete i ullëba. Po i lënë të i vjedhë votat, kur duhet të ndoj një informacion të fortë të shqiptarëve, një organizim, ja vetëm një parti politike, se që ishte PDSH. E kjo ishte arsyeja apo si të them shkaku i fundit për këtë goditje. E dyta, atë që neve rritshëm u bë me këto përkulljet dhe lutjet që ja bërë Mickoskit për ta shumë dhe kam edhe informatat të mbrenshme se që ndodhë, sa që në mes dit me dim rreh, pa kur farë gale, pa kur farë sikleti. Po pra, ky ishte Mendu Thaçi i cili po rikthehet në skrenën politike sipas asaj që po duket, më fort se sa pas në këtë 10 vjeçar të fundit. Mickoski ishte në Tetovë dje. E gjeti kur nuk është në rar të punës, pra, erdhi. E para se të vijë në Tetovë ishte në Kala. Atje ishte me Tarshullovskën dhe ekipën. Okej, problemi i tij. Por, më përfasoj se këtu nuk u ndal të pi as një kafe, për në moment, as me Bilal Kasamin, dhe unë kisha thënë këtë. Ata sikur e pritën sot këtë me Safesitin, Uzebën, edhe Bilali, edhe Mickoja. Kështë disa pare kanë pritur se të mbledhin nga ky program dënues. Nuk është okej, por ne vazhdojmë atë. Miq të mi, ama më dëgjoni me vëmendje. Kaloni kufirin Maqedoni Serbi. Vetëm brekët që nuk t'i qesin. Me respekt, ha? Si mundet 5 ton marihuan kontrabandohen, falni, nga një fabrikë mjekësore e Maqedonisë drejt Serbisë. E kalojnë kufirin. Po kush është në kufi? Nuk jam unë. Nuk je edhe ti. Njerëzit e VMRO-s dhe të Vlenit. Nëse drejtori është i VMRO-s, atëherë drejtori është shqiptar. Përgjegjësit e kufirit njëjtën variant. Dhe doli Vučići mohoi përfshirjen e shtetit serb. Ne i zum tha këndej. Ta shtrohet një çështje tjetër. A thua, çfarë ka bë DBK-ja apo ANB-ja si ka emrin kjo tash? Çfarë bën? Unë do t'ju tregoj një ndodhim mjaft interesante. Janë viteve 95-97. Në silinë e PDSH-s asaj kohe unë isha korrespondent i RTS-s RTK-s dhe kisha radiovisarin, vjen një gazetare e Zürich Zeitungut të bëjë një intervistë me Arben Xhaferin. Në ndërkohë, aso kohë, ta qenë më vjetër ju kujtohet se pati shumë burgosje të mëdha të shqiptarëve të ri, të cilët mezi se delnin kufinit, sepse nuk mund që të ish as Gjermani, as Itali, as Zvicër,
Normal, për të mbijetuar ata kishin gjetur rrugët e tjera, kishin përdorur edhe drogën, pjesërisht. Aq shumë dhe ishte çështja e Kosovës edhe pauzitë, aq shumë e trumpetuan Serbia dhe të tjerë sa që u bë vërtet numër 1, urgosur me qindra shqiptar në Gjermani, në Itali dhe në Zvicër. Dhe gazetarja e Zvicrës e pyeti Arben Xhaferin, kryetarin e PDSH-s, pra njeriu numër 1 në politikë bërje shqiptare në Maqedoni, aso kohë tash dhe për herë, dhe ai tha, ju kisha litur, tha, një sqarim. Parkun në Ciri, që e përmendi gazetarja, deri në parkun Ciri, është dashur ta kalojnë kufirin nëpërmes Kroacisë, nëpërmes Slovenisë, nëpërmes Austrisë, nëpërmes Gjermanisë ose në Zvicër. Si kanë mundur, domethënë, ka pasur një njeri i juaj që u ka mundsuar këtë, pra. Vetëm biznesi nuk një nacionalitet. Dhe deklarata e Arben Xhaferit të shkoi bëri bujë të madhe dhe u heshtën disa gjëra edhe në Gjermani edhe në Zvicër. Tash, kush e kaloi kufirin? Kush u amundsoi? Dilnin të tov, shkonin çdo lagje, në çdo lagje tregojnë kush merret me çka merret, si do merret. Shkonin shkup. Nuk vjen keq. I kuptoj edhe ata të cilët merren sepse ndoshta nga halli, nga zorti, shteti ka fajt për çdo gjë. Ama prej fabrikës mjekësore. Okej. Nuk është okej, por ne vazhdojmë më tej. Dhe për fund pak nuk do bëjmë me humor, por vërtet humori është i hidhur nganjëherë, por thot 50% e vërtetën. A e mani mend Merkon kur e bleu një Audi 6 mandatin e fundit, 67.000 euro, 0-0. Dhe tash ajo Audi luksoze e Merkos shitet vetëm për 10.000 euro. Bila aso kohë, pati iniciativa edhe private deri te prokuroria e Strugës që të ngrenin procedurë lidhur me atë se pse. E dini se 67.000 euro për nga e more prej komunës. Po komunën kush e mbush me para, nuk e mbush Republika, jo, e mbush qytetarët e taksapaguesit e Strugës. Mirë po, për shkak se Merko tash është me listën e vetë të këshilltarëve në anën e VMR-s dhe me ndiqyrës, atëherë normal se i mshilin syt. Por i ri dosja aty në tavolinë. Por për këtë moment i mshilin syt. Okej, pra, nga 67.000 euro, Audi luksoze Merkos shitet vetëm për 10.000 euro. Për fund, unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani. Bëni një subscribe.